Kjo grope madhe betonit në Leposaviç është parapar të jetë pishinë olimpike. Në fakt, kjo pishinë gjigante është veç pjesë e një projekti ambicios me fushë futbolli e arena të tjera sportive. Plani për pishinën fillimisht u hartua në vitin 2006. E fiks 20 vjet më vonë, as pishina e as kompleksi ende nuk kanë përfunduar. Pse? Tender që u dhanë ndër vite nga komuna për këtë kompleks, për kompani me pronar shqiptar e serb, përfunduan në nënhetime dhe madje edhe me dënime nga gjykata. Tenderi fundit me vlerë afro 2 milion euro është aktualisht në nënhetime. Ja çfarë zbuloi hulumtimi i Radios Evropa e Lirë. Më 4 dhjetor 2025, vetëm një ditë para ndërimit të pushtetit në Leposaviç, në komunën veriore të Kosovës u dha një tender prej 1.8 milion eurosh përmes procedurës së negocimit dhe jo tenderit të hapur. Komuna e banuar me shumicë serbe që udhhiqej nga Lulzim Hetemi i lëvizjes vetvendosje, ja besoi projektin e kompleksit të pishinës olimpike, një konsorciumi kompanish me në krye NNB nga Skenderaj. Punimet nuk nisën kurrë, ndërsa për tenderin nisën hetime në policinë e Kosovës. Ish-kryetari Hetemi i tha Radios Evropa e Lirë se zgjodhen tender të mbyllur, me që kishin nguti në përfundimin e projektit dhe se kjo ju lejua nga Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik, KRPP. Na kena kërkue për shkak që ishte mandati junë në fund, kena kërkue negocim. Edhe normal që na ka lejue. KRPP-ja na i ka lejue. Pretendimin e Hetemit e mohoi KRPP-ja, nga ky organ thanë se në fakt nuk kishin përkrahur zgjedhjen e kësaj forme të tenderit. Për më tepër, KRPP-ja i tha Radios Evropa e Lirë se ka lëshuar opinion lidhur me këtë procedurë, duke kërkuar rishqyrtim të vendimit të komunës së Leposaviçit. Paraprakisht në shtator të vitit 2025, komuna kishte shpallur tender të hapur për këtë projekt. Ofertuesi vetëm në NNB me konsorcium kompanish ishte refuzuar nga komuna dhe tenderi ishte anuluar, por t'ju dhënë me negocim vetëm disa javë më vonë të njëjtës kompani. Radio Evropa e Lirë nuk mori përgjigje zyrtare nga kompania në lidhje me atë se si u arrit negocimi me komunën. Kjo nuk është hera e parë që tenderët për këtë projekt kanë probleme me ligjin. Radio Evropa e Lirë kishte raportuar më 2024 për tenderët që u dhanë për këtë projekt rreth viteve 2015-2017, kur Leposaviç u udhhiqej nga Dragan Jablanović, dikur pjesë e partisë Lista Serbe. Vet Jablanović dhe disa biznesmen shqiptar e serb të ndërlidhur edhe me projektin e pishinës u dënuan nga gjykata themelore në Prishtinë në fund të vitit 2024. Rasti i tyre tashmë është në gjykatën e apelit.